Kryeministri Edi Rama thotë se 11 maj ishte vot besimi për të dhe Partinë Socialiste. Në komentin e parë pas zgjedhjeve të dhënë për mediat italiane, ai thekson se Partia Socialiste nuk fiton sepse humbet opozita, por sepse shqiptarët besojnë në rrugën që ajo ndjek. Shqiptarët i besuan Edi Ramës një mandat të katërt në krye të qeverisë. Kështu shkruan gazeta e njohur italiane Corriere della Sera, për të cilën kryesocialisti ka dhënë edhe reagimin e parë për rezultatin e këtyre zgjedhjeve në një intervistë nga selia e partisë. Ai fiton midis shqiptarëve të Shqipërisë dhe midis bashkombësve të tij jashtë vendit, mban qendër jug dhe pothuajse pushton veriun. Bastionin e opozitës shkruhet më tej në këtë artikull. I pyetur nëse ai e priste një fitore kaq të thellë pas 12 vitesh në qeverisje, Rama shprehet: Sinqerisht po, sepse punuam shumë për të arritur te kjo fitore, duke folur me fakte, duke treguar qartë rrugën kryesore për Shqipërinë e fëmijëve tanë, duke i besuar dhe duke u fokusuar rinovimit të brezave në listat tona të kandidatëve, dhe kur kemi promovuar edhe shumë gra e vajza, po ashtu duke organizuar partinë për një lojë të madhe skuadre në terren. Kryesocialisti jep edhe arsyet pse shqiptarët e votuan. Ne ndryshuam Shqipërinë me një vizion të qartë dhe këmbgulje të madhe. Njerëzit nuk janë budallënj, siç mendojnë shumë politikanë. Dhe ata dinë të bëjnë dallimin midis atyre që punojnë seriozisht për të ardhmen e vendit dhe atyre që kufizohen në retorikën e disfatizmit. Rama nënvizon se Partia Socialiste nuk fiton sepse humbet opozita, por sepse shqiptarët besojnë në rrugën që po ndjekim së bashku. I emocionuar shprehet për votën e diasporës ndaj Partisë Socialiste. Më prek sinqerisht. Ata që jetojnë jashtë vendit kanë një vizion më të gjerë dhe më kërkues. Nuk votojnë nga nostalgjia, por për shkak të vlerësimit të situatës. Është një vot besimi nga ata që u larguan nga vendi, por nuk janë larguar nga Shqipëria. Flet edhe për objektivat që ka në mandatin e katërt. Ne do të përfundojmë kantierin e madh europian të Shqipërisë. Qëllimi ynë është të përfundojmë negociatat e pranimit deri në vitin 2027. Ndërkohë, paralelisht ne do të vazhdojmë të modernizojmë vendin, duke forcuar sundimin e ligjit dhe ekonominë. Një përgjigje e ka edhe për skeptikët mbi afatin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Unë nuk bëj parashikime, unë flas për objektiva dhe në këtë rast për një objektiv të përbashkët me Brukselin. Dhe Shqipëria, nëse vazhdon të bëjë detyrat e shtëpisë siç ka bërë deri më tani, do të jetë plotësisht gati në vitin 2030. Rama ka marrë edhe mesazhin e urimit nga kryeministra e Italisë Giorgia Meloni, e cila i ka shkruar mes të tjerash nga motra për vëllain.